Vëllezër të dashur, ka 4-5 muaj që për çdo xhumë u mbjen në sy një lypsar jashtë oborrit xhamisë. Edhe gjithmonë e kam pas frikë Allahut me fol kundra njerëzve të varfër. Wallahi që s'ka zot përveç ti kam frikë. Mos minak. Mirë po ka njerë du të me fol njeri atash me realitet. Ja diku kemi ardhë, ata njerës të cilët vrapojnë mas pasurisë, në për rrugë të haramit pasurisë, po i detyrojnë fëmijët dhe nanat me i pru me kombi për i veneve të ndryshme, me lyp pare të në për xhami, e a i mja marë pare të kësham. Dhe i këtu vjen shmenduria njerit. Dhe i këtu mund më degeneru njeriu që s'ka besim në Allahun azza wa jall. Dhe i këtu shkon nivele atyre që kanë haru rrugën e Zotit Madhreshëm, e fundi rrugës tyre është xhenemi dhe s'ka dyshim. Dhe ata kanë me dekapitulu fatën e tyre. Dhe ne kur dalmi prej xhamis, shohmi foshnjët e vogla, kemi dhimbje ndaj tyre, por mos harroni se ndoshta jemi te përkrahët keqë. Ndoshta jemi t'ja mundësu ati zotnis atje me tu në korriz diku tjetër. Andaj këtu për shfryzërasin e pyethem të dashur vëllezër. Nëse e doni të vërtetën, ka dilni mos i jepni, po pyetje për çka ki nevojë. Ku e ki shpinën? Nëse ki nevojë, unë do të vi në kam, zbashku me këtë xhamat që këtu. Sepse nuk mundemi ne më unë sofër të iftarit nëse dikush në rrethin tonë nuk ka iftar. Nëse dikush në rrethin tonë nuk ka buk me hangë, vallahi ne s'kem shka unë me sofër të iftarit. Se Allahu se prana namazin tonë dhe agjërimit tonë. Ne nuk lejojmë që dikush me kajtë. Dhe keni fatë dashur vëllezër se edhe në ditë të Ramazanit, Bajramit, ne kemi farz me dhonë zeqatin. Pse? Sepse s'munësh me anë Bajram e dikush tjetër me kajtë për bukë. S'munësh. S'munësh me arë në Bajram për e siguru diku i ka shatë e bukës. Ne me të gashëm të bëjmë këtë, por se me të gashëm dhe i dashur, ti kontribojmë harami, ti kontribojmë keqës. Dhe unë e prej sodit, ka me trajtu këtë, dhe nuk ka me liu që dikush të abuzon me ndërë të nanave të huja dhe të mitë huj. Që ti bje dikush në aborë të gjamiz dhe ti me mranje. Nuk kemi në musliman pare me që unë haram. Sepse krejt të mira që i shohmi në musliman po japni. Ju vëllezër e dashur një marrë këtë xhami. Kur kush ka dhënë? Ju. Sert ka të smut ne japni në xhami. Ku janë institucionet e tona? Ku janë milionat institucionet që kanë parë, milionat që kanë institucione? Ku janë ato parë? Ku është Ministria e Mirëqenies Sociale? Çka mendojnë të njerëz? Mendojnë se na jemi të paftë, mos me lexuar çka si rreth nena. Nëse tolerojmë se kem frikë Allahut. Kem frikë ditën kur t'himin varr. E ku atë ditë kur kush s'është me neve, përveç punët e tona. Ama për lyshe s'kemi frikë për askujt. Pra e shefni diku ka arë materialja. Diku mund me degradu njeriu. Do në me kap gjithë shka njetën se bote.